Ka nisur prej disa ditësh puna për rekonstruksionin e plotë të rrugës Pjerushi në fshatin Grude Re, pjesë e njësisë administrative Rrathina. Ndërhyrja e nisur së nënt përmirësoi ndjeshëm infrastrukturën rrugore të zonës, duke lehtësuar qarkullimin e përditshëm të automjeteve dhe këmbësorëve. Ky investim pritet të shërbejë drejt për drejt dhjetra familjeve të zonës, të cilat prej kohësh përballeshin me vështirësi në lëvizje, sidomos gjatë stinës së dimrit. Po kush nuk dën rrugë, kush nuk dën sy me pa, kush nuk dën infrastrukturë. Ma gjej një fshat që po i më unë këta, a quhet fshat e i rëndovë. Kushtet është një gjëma madhe, kjo është një investim i mirë. Domethënë falenderojmë ata personat të cilët kanë marrë këtë veprim. Jam shumë i kënaqur. Ajo rruga vjetër ka kanë këtu. Edhe ka shku si me thonë më me gjatë edhe ka kanë po asfaltume. Këtë është i lidhë. Po se janë nevojshme, tëna janë nevojshme. E ka investuar, ka bo mirë. I duhet tënë, çdo shtëpi në përbot i duhet rruga. Komplet gropa, komplet ujë. S'kene ka kalon më dasën kam. Po lën makinë. Shërben tonë komunitetit. Çdo investim është i mirë. Çdo që të bëhet është i mirë për komunitetin. Nuk ka, domthonë çdo gjë. Me rruga kryesorë. Punimet po ecin me ritme të shpejta dhe pritet mbyllen brenda afateve të parashikuara, duke i kthyer këtij komuniteti një aks rrugor me të gjithë standardet e duara urbane.